Lidhur me qëndrimin që ka pasur Turqia, mendoni që duhet ishte e vendosur më mirë në këtë luftë, pra të pozicionoj qartë se qofte edhe ushtarakisht dhe të mos qëndronte në mënyrë neutrale, pasi siç dihet tashmë, turqit kanë një lloj ndikimi në linjën e mesme dhe ndoshta duke qenë neutral mund ta humbasin këtë ndikim. Jo, Turqia është një shtet që ka një diplomaci të paktën zyrtarisht 700 vjeçare. Ka një shtet 700 vjeçar. Ka një trashëgimi diplomatike dhe politike dhe ushtarake 700 vjeçare. Dhe Turqia i di mirë interesat e saj. Por jam i bindur që Turqia do bëj atë që duhet të bërë në politikën botërore dhe siç po shikojmë, po largohet dhe po rri diferente karshi të dy palëve. Amerikë ka ndaluar ngritjen e avionëve nga baza ushtarake që kanë në Incirlik kundër Iranit, sepse nuk mund të bëhet pjesë e kësaj lufte. Por ndërkohë edhe Iranit i thot me mua ki kujdes. Dhe Turqia po e ndjek me vëmendje të jashtëzakonshme me sa shikojmë atë qëllimin të iskajshëm të Izraelit për të krijuar Izraelin e madh midis dy lumejve, siç e kanë inflamuar. Nuk do arrihet kjo. Po mbytet një gjak i gjithë terreni atje, e gjithë ajo zonë, e gjithë linje mesme, po mbytet një gjak për një Izrael, për një Netanyahu. Mendoj që ka ardhur koha të jepet fund atij shteti agresor. Ashtu siç u dha fund Hitlerit dhe Mussolinit, ashtu të marrë fundin e tij dhe Netanyahu. Dhe do ta marrë dhe për këtë kam bindje absolute. Zoti Islami, shumë ekspert njohës shumë të mirë të gjeopolitikës, kanë artikuluar se nëse Irani do humb këtë luftë ndaj Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, lufta e ardhshme do jetë mes Izraelit dhe Turqisë. Pra Izraeli mund të synojë që të sulmojë Turqinë. Mund të ndodhë një gjë e tillë? Ai duhet një harakiri të bëjë Izraeli pastaj po të sulmojë dhe Turqinë. Atëherë do t'i vulën se do shkojnë turqit, pastaj do dërgojnë ushtrinë, do dërgojnë këmbësorët atje, po Izraelin e di çka ka Turqia, një kafshit të ka. Dhe Izraeli ato i bën për të thënë që shiko se unë jam i fuqishëm, jo me turqit, nuk si fuqishëm, jo. Edhe me Iranin po lufton në distancë, me luftë ajrore, por këmba e ushtarëve izraelita apo amerikanë nuk ka shkelur në Iran. Pra një vend quhet i mundur dhe i humbur kur shkel këmba e pushtuesit në tokën e tij. Gjë që nuk mund ta bëj dot as me Turqinë, as me Iranin. Izraeli bën veten trim duke menduar që do ketë pafundësisht mbrojtjen amerikane, duke menduar që ka mbështetjen e Illuminatit dhe të masonëve, se janë ata që e bëjnë luftën, që kanë bërë luftrat, ka 300 vjet që ata i nxisin dhe i bëjnë luftrat. Dhe atë haracin e paguajnë popujt e shkret. Por ka ardhur koha që popujt janë zgjuar dhe shtetet janë zgjuar. Dhe shtetet e mëdha, sidomos Turqi, Iran, janë shtetet e mëdha, nuk do bëhen lodër as viktima të një çapaculi kriminal siç është Benjamin Netanyahu. Pra Benjamin Netanyahu do të gjë vendin që gjeti Hitlerin në furrën e krematorëve ose të varet mes Tel Avivit atë që ta shikojnë gjithë bota se cili është fundi i agresorëve. Avokat, po nëse po themi në një luftë të mundshme Turqi-Izrael, Shtetet Bashkuara të Amerikës pozicionohen prapë me Izraelin, a besoni që kjo është nisja e një lufte tretë botërore? Jo, nuk do ta bëjnë atë. Amerikanët atë gjë nuk do guxojnë kurrë ta bëjnë. Po ta them unë, nuk mund të guxojnë ti kundërvjen Turqisë. Absolutisht jo. Atëherë ajo është një humbje e një katastrofë me pasoja 10 vjeçare për Amerikën.
ka pasur rritje të çmimit të naftës pas përplasjeve në linjën e mesme. Besoni që impakti negativ që do sjell kjo luftë në botë, sidomos te çmimi i naftës dhe industrisë që punon me naftë, mund të jetë një pengesë shumë e madhe për Amerikën? Ajo është një pengesë që ka filluar dhe jo më larg se dje presidenti partia kur urdhëroi që të dilnin të jepeshin për shfrytëzim rreth 170 milion fuqi nafte nga rezervat amerikane. Po kjo nuk është pafund. Dhe janë shumë faktorë, ashtu si kundër e thash në fillim, prapë e përsëris, janë shumë faktorë që e çojnë në rrugë pa krye aventurën e presidentit amerikan për të sulmuar Iranin. Irani ka rrugë detare të transportit të naftës, të eksportit të naftës, i ka në dorë ai. Hormuzin e ka Iranin në dorë dhe të thotë kush të doj. Ashtu sikurse ne dikur kishim Otranton në dorë që nuk kalonte dot asnjë mizë në Otranto pa lejnë shqiptare, ashtu ata kanë Hormuzin. Nuk kalon dot në Hormuz. Ato që të lodhet, të dërgoj mira qendra e mira aeroplan, e ushtar, e bomba, më të thash, në fund të fundit askush nuk fiton. Do krijohet krizë botërore siç ka filluar të krijohet. Por mua më vjen keq për një tjetër që jo më keq, po unë dënoj krimi po që ngra çmimin e naftës dhe fal naftën, prodhimin ton të naftës e fal duke na çuar neve naftë me 2000 lek, 2100, 2200 lek litri. Nuk ka ku shkon më. Por ky popull nuk ngrihet. Ne këtu s'ka popull, këtu s'ka shqiptar, këtu ai bën mirë këtu që i fundos shqiptarët, sepse e meritokan një njeri të tillë, edhe deri ku të vejtë shofim. Islami ka pasur disa reagime nga vendet arabe që janë gjendur në sulmin iranian, ku ata kanë shpallur në ngrata diplomatët iranianë. Si gjykoni këtë lëvizje të tyre dhe a është koha që ata të jenë kundër Iranit apo duhet të distancohen nga mbështetja që po i japin Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë luftë? Shiko, për mua ata bëjnë një gabim që është zakonshëm. Një gabim shumë të madh. Dhe ata s'kanë arsye që ta bëjnë këtë gjë. Irani ka goditur bazat amerikane të dislokuara në këto vende. Irani nuk është marrë me qytetet edhe me vendbanimet e këtyre shteteve. Por kohët e kanë data, sikur të gjithë bashkë të bëjnë, prapë nuk kanë që bëjnë Iranit. Sikur të gjithë bashkë të bëjnë, le që ua dim të rimërin, ua kemi parë, e dim sa të rima janë, por nuk kanë që bëjnë, kote bëjnë atë punë. Ai që e pëson këtë luftë dhe që do ta vuaj është Bashkimi Evropian, është populli amerikan, jemi neve, janë shumë vende të botës. Pra, në këtë drejtim ata arabët e kanë jashtëzakonisht gabim që mendojnë që duke ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin do rrinë ndonjë sukses. Kote kanë këtë gjë. Shumë gabime kanë. Në fundit Irani ka një të drejtë sepse nga toka e tyre, nga vendet e tyre ju shkojnë bombardime dhe avion dhe ngren avion dhe shkojnë raketa kundër Iranit bashkë me Izraelin. Pra ata janë bashkuar, është për turp të tyre që janë bashkuar me armikun shekullor të tyre mira vjeçar, janë bashkuar me të kundër Iranit. Do marrin atë përgjigje që kërkojnë. Kam bindje për këtë.